Allahu shpërbleft, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Hoxhë nderuar, pikat që vendosen në sy, në vesh dhe në hunda e prishin agjërimin. Për pikat në sy dhe në vesh nuk e prishin agjërimin. Dhe këtu mendoj kanë ra në ujdit të gjithë dietarët. Ndërsa pikat të cilët i qejtën në hun, nëse arrin pikat në fyt e prish agjërimin. Nëse arrin pikat në fyt e prish agjërimin. Argument. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të mirë një avdes, shpërlan e gojen dhe shpërlan e hunën mirë. Thithne pra ngren e ujin fort, vetëm nëse je agjërueshëm, pra mos e ngrej shumë që mos shkoje ujin në fyt. Nga ke hadithi pejgamberit Allahut kanë thonë se pikat nëse arrin në fyt e prishin agjërimin. Po njëri prej neve thot ka si pumpa, po? Ha? Ka pumpa të cilët ka mundësi të përdoren për hunët dhe këto nuk arrin sigurisht në fyt. Këta nuk e prishin agjërimin. Për këtë arsye, kjo është mendimi më i saktë i dietarëve. Allahu azza wa jalla bi din. Allahu